Qeveria e Kosovës në detyrë ka mbajtur mbledhjen e 277 duke ndarë premio dhe për ekipin e kombëtares së Kosovës pas sigurimit të fazës play-off për kualifikim në Kupën e Botës 2026. Kombëtarja e Kosovës i ka mbyllur kualifikueset për kampionatin botror në pozitën e dytë të grupit B pas Zvicrës duke siguruar kështu fazën play-off. Pas shortit e hedhur para disa ditësh në Zyri të Zvicrës, dardanët do të ndeshin me kombëtaren e Slovakisë në gjysmëfinale, ndërsa në rast fitoreje në finalen e madhe për kualifikim do të luajnë me fituesin e takimit Turqi-Rumani. Për këtë sukses të ekipit kombëtar, qeveria e Kosovës në detyrë ka vendosur t'i ndajë një premio prej 250.000 eurosh dhe këtë e ka konfirmuar kryeministri në detyrë Albin Kurti. Suksesin historik në këtë fushat të kualifikimeve në Kupën e Botës 2026, kalimi në fazën e play-offit me vendim të qeverisë, sot do të ndajmë 250.000 euro shpërblim, ka thënë fillimisht Kurti. Në fazën e radhës hymë me plot vetbesim, besimin ton në ta, po e shprehim me zotimin ton për ta. Së pari, në rast të fitores ndaj Slovakisë, zotohemi për shpërblim prej 500.000 eurosh, dhe së dyti, në rast kualifikimi në Kupën e Botës, zotohemi edhe për 1 milion euro të tjera shpërblim, përfundoi kryeministri në detyrë i Kosovës.